Muzika në ambientet e shërbimit dhe argëtimit në imar do të vijojë të lejohet gjatë sezonit turistik, por duke respektuar orare dhe kufizimet e përcaktuara me ligj. Qëllimi është që aktivitetet muzikore të zhvillohen pa krijuar ndotje akustike dhe pa cënuar qetësinë e pushuesve dhe banorëve. Kryetari i Bashkisë së Imar Zvangel Tavo në një intervistë për Blu Televizion ka sqaruar se muzika në ambientet e ndryshme të qytetit dhe zonat historike mund të vijojë në nivele maksimale deri në orën 20. Pas këtij orari, muzika nuk ndalohet, por duhet të respektohen rregullat për nivelin e zhurmës në mënyrë që të mos kthehet në shqetësim për komunitetin dhe turistët. Sipas kryebashkiakut, vendimi i Këshillit Bashkiak është në përputhje me rregullat që zbatohen në zonat bregdetare dhe synon të vendosë një ekuilibër mes aktivitetit turistik, interesave të biznesit dhe të drejtës së banorëve dhe pushuesve për të shijuar qetësinë. Duhet të sqaroj diçka. Nuk është muzika deri në orën 9. Atëre, muzika është deri në orën 12 se kështu thot ligji. Kështu thot VKM-ja. Por, muzika e cila nuk shqetëson lokalin. Ju e dini që në Imar lokali është ngjitur i ndan vetëm, nuk është as mur, është një barierë, le ta quajmë me lule në shumicën e rasteve, pra ose pa barierë fare, pa ndarse fare. Kështu që secili lokal mund të vërë muzikën e vet. Por nuk mund të shqetësoj lokalin me muzikën që ka, sepse vetë klientët shqetësohen dhe normalisht kur krijohet një ndotje akustike, çfarë do bëj klienti? Do të çojë, do iki. Flas për restorantet. Për sa i përket beach bareve, ne kemi vendosur që muzika të jetë në nivelin e zhurmës maksimale deri në orën 8-9. Po mbas asaj nuk thot njeri që fikeni muzikën. Patjetër që do ketë muzikë, por të ketë muzikë në atë nivel që nuk shqetëson, sikurse e thash, klientin e një lokali tjetër. Ky është e qëllimi i vendimarrjes që bëm në Këshillin e Bashkisë. Lejimi i muzikës do të zbatohet dhe në Imar ashtu si në të gjitha zonat bregdetare sipas orareve të përcaktuara, duke mos krijuar padyshim ndotje akustike apo shqetësim për pushuesit, natyrisht duke respektuar oraret e përcaktuara tashmë me ligj, thekson Tavo. Bashkia e Imarës pritet që gjatë sezonit turistik të monitorojë respektimin e këtyre rregullave, veçanërisht në zonat me përqendrim të lartë të strukturave akomoduese, bareve dhe restoranteve. Synimi është që muzika dhe aktivitetet e argëtimit të jenë pjesë e ofertës turistike, por pa cënuar standardet e qetësisë dhe bashkëtesës në zonat e banuara dhe turistike.